Deka që janë dita 11, 22 veç me ujë pa ushqim fare, tash i kum shtu së fundmi edhe elektrolitet edhe kripën e detit. Unë këto i marrë në banatore. Preferohet me ashtu një pako vogël në ujë në sasi 250 ml, mirë po unë pe përdori me 330 ml, edhe kapak e pen gjatë ditës. Kjo përmban kripra minerale, përmban zink edhe përmban disa elemente tjera që i ndihmojnë trupit për me i kry disa funksione. Po ashtu vlen mu përmend që prej ditës 10 kam fillu me përdor edhe me kombinu ujnë e thartë me ujnë e ëmbël, sepse uji ëmbël vetë se ka fillu me u bë monoton. Autofagjia aktivizohet me ditën e tretë. Aktivizohet duke mos marrë yndyrna dhe karbohidrate në trup. Sa për koreksin, në momentin që kam fillu me përdor elektrolite dje, trupi më ka lshu pak. Pra nëse kam qenë 96, sa do mata isha 96.7 kg. Prej fillimit ju kam thënë që nuk është humbje reale ky 10 kg që kam humbur. Në momentin që han ushqim lshohet trupi, lshohen langjet, lshohen muskujt. Prandaj nuk bëhet kjo për dietë. Kjo bëhet për me u pastru trupi prej toksinave, për aty ushqime që e kine për zorën e për trupe që nuk është tret moti, për më aktivizu gjenet e gjatësisë, sa shumë ka asi që bëjnë agjurim me veç me ujë. Madje po më dalin komente që ka shumë shqiptarë që kanë bënë gjatë tillë që kanë agjëruar veç me ujë. Këtu pak ndikon edhe lobi i prodhuesve të maj global, të cilët synojnë ty më ta mushmën që vazhdimisht me ushqy, vazhdimisht dush me hangur se është mirë për trupin. Ata kanë interes me i shit produktet e veta të cilat i prodhojnë për treg, sepse ti për ta je konsumator. Është industria tjetër e farmaceutike se cila pasaj të vjel me pare. Pra njerë ushqejnë mirë, të bojnë smut, të marrin pare përmes barnav, pastaj në spital. Pra njeri është shndruar në top i cili anë sa për një fushë tjetër, kurse hulumtimet e vërteta to rrallë ose shumë vështirë dalin pa. Tash jemi në kohën kur nuk po mund me kontrollu më mendimin e lirë. Telefoni është bë medium ku komunikohet me masa edhe mesazhi po mrrinte secili shumë ma lehtë. Normal jo çdo kush në internet është kredibil. Dikush mund edhe me gënjim, mund me rrejt. Mirë, po jo të gjithë ata njerëz, nuk kanë pas shumë raste që kanë agjëruar me 30 ditë, me 21 ditë, me 40 ditë veç me ujë. Kanë përdorur edhe suplemente, kuptohet. Suplemente kanë përdorur krip deti, mirë po nuk kanë fut yndyrna dhe karbohidrate në trup. Për mu pasu trupi. Çdo herë kum potencuar po potencoj prap. Nëse e bëni për me u pesh, mos e bëni. Bëni regjim diete, mos e bëni veç me ujë. Nëse e bëni me pastu trupin, 3 ditë ju mjaftojnë. 3 ditë mundi me çudem 50 nëse keni vjam. Ditët kanë filluar më bën njëjtë, edhe dita 10, edhe 11, edhe sot që është 12, nuk ka më ndryshim, nuk ka më uri. Është njëjtë, as kokëdhëmbje s'kam, edhe të shohim deri në fund se si po vazhdon kjo procedurë. Për fund, edhe patikat si për herë që i kemi në lëkur.leather online shop. Këto patika janë lëkur mrena jashtë, janë ortopedike me aerosi shumë mirë, nuk i vjera kam, ja amortizojnë peshën në gojë. Kur të për juve që dëni me porosit, mundi me kontaktu në lëkur.leather online shop, edhe ata e fësjedhin kudo në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin e kështu me radhë. Dëgjohemi në vijim për video të radhës edhe mirëmbëjtje ku do qeni.